Zgjedhjet kanë mbaruar dhe këtë po kujtoj atyre që thoshin hajde më se premtoni për vota, pastaj harroni. Po ja ku jemi, nuk kemi zgjedhje përpara dhe ne jo vetëm nuk premtojmë thjesht për vota, jo vetëm nuk harrojmë, po ato 83 mandatet e atij besimit të jashtëzakonshëm që morëm nga njerëzit na kanë vënë në pozita pune si kur më parë dhe çfarë jam zotuar e konsideroj minimumin e borxhit moral të Partisë Socialiste ndaj shqiptarëve. Siç që kemi të shkruar në programin që paraqitëm para zgjedhjeve, paketa fiskale e parashikuar qysh në buxhetin e vitit të ardhshëm do të hap një kapitull të ri mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore. Paqja fiskale. Paqja fiskale e promovuar gjatë procesit elektoral është tani më një paket e shkruar, e konceptuar për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur besimin mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes e po ashtu anasjelltas. Do të mbyllim çështjet e vjetra pikërisht për t'i dhënë krah këtij besimi dhe për të forcuar këtë bashkëpunim. Po si do mbyllen çështjet e vjetra? Procesi do realizohet në 2 forma kryesore. Spari do të ofrohet një falje për të gjithë sipërmarrjet me detyrime të prapambetura. Si do të jetë kjo falje? A. Fshirje e plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite, të regjistruara në llogaritë tatimore të subjekteve. B. Fshirje 50% e detyrimeve për periudhat 5 deri në 10 vite, nëse shuma e mbetur paguhet një herësh brenda një afati të përcaktuar, së bashku me fshirjen e gjobave dhe të interesave. C. Fshirje 25% e detyrimeve për të njëjtën periudhë, 5 deri në 10 vite, nëse shumat paguhen me këste brenda një viti, gjithashtu edhe kjo me fshirje të gjobave dhe të interesave. D. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë.